ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelalu. Ata e falenderojmë për i ti fale dhe udhëzime, kërkojmë salavatet dhe salamet për shëndetit më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastra dhe çdo muslimani që ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamat, jemi nga fundi i muajit të begat të Ramazanit. Kjo është diella e fundit e këtij muaji. Lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelalu që kontributet tona, adhurimet, agjërimet tona, Allahu t'i bën kabull tek ai dhe të na shpërblen për to, gabimet dhe kusurët dhe të mëjtat që i kemi pasur, që i ka çdo biri Ademit. Lutim Zotin e Madh që Allahu të na mbulon me rahmetin e vet, me mëshirën e vet dhe maghfiretin e vet. Do të vazhdojmë me izin e Allahut subhanahu wa taala në rrëfimin e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, ku tham se do ta përcjellim rrëfimin edhe jetëshkrimin e tij nga libri i Zotit dhe nga suneti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, duke mos marrë shumë nga historia e idhtarëve të librit apo bijve të Israilit. Dhe përbetem të ndëruar xhamat, gjithashtu se nga historia e Ibrahimit alayhi salatu wassalam kemi për qëllim nxjerrjen e mësimeve dhe ligjërimeve të cilat na përkasin neve, dhe jo ajo e cila i përket historisë. Dhe cili është dallimi të ndëruar xhamat? Dallimi është se shpeshherë ne kënaqemi me rrëfimin, kënaqemi me ecurinë e rrëfimit, ndërkohë që Kur'ani nuk e sinon këtë. Kur'ani nuk e sinon këtë, dhe sikur ta kishte sinuar këtë, na kish kallëzuar neve detale si film për historinë e pejgamberëve. Por Allahu subhanahu wa taala nuk e ka zbrit Kur'anin dhe as nuk ka zbrit sure të cilat na i rrëfejnë neve në këtë formë. Allahu subhanahu wa taala nga historia e madhe e njerëzimit, nga historia e madhe e pejgamberëve, shkoqit vetëm pjesët më kryesore, fragmente apo fragmente quhet ajo shkëputja më kryesore nga jeta e një pejgamberi, e cila është tamam kallop për jetën e krejt njerëzve që ka vinë pas. Po këtë arsye ti e gjen Kur'an shpeshherë përmendet wa idh. Kjo wa idh, çka është ndërum xhamat? Pra kujtoje veç këtë pjesë. Kujtoje veç këtë pjesë. Dhe jo rastësisht na për shembull pjesët e tona të jetës, kur ti rrëfehesh dikujna dhe ti tregon histori dikujna, ti nuk ja kallzon këtë detalet. Madje detalet donjëherë janë të mundimshme. A ke po shpeshherë kur na kallzon neve dikush diçka, çka i themi? Dilm kryesore, ku ki medal, apo se janë nis për shembull ti mi kallzu dikujna për shembull 9 sahat që shkiu thut në Stamboll. Çka thot? O valla kallzon kur mrinet, çka bane son stash, s'n heci me ti për shembull, unë nalëm me hangrën bukë pitëm. Jo, diçka që ku ki me shku edhe kështu. Shiko, neve na interesojnë pjesët e rëndësishme të jetës së dikujna, cili është qëllimi. Por këtë arsye të ndërum xhamat, nga rrëfimet kuranore, nga rrëfimet e profetëve, pejgamberëve të Zotit alayhimus salatu wassalam, qëllimi është të dilet me mësime. Nëse nuk nxirret mësimi, atë rrëfimi jetë një film. A nuk guxon jeta e pejgamberit me film? Nuk guxon jeta e pejgamberit me vetëm për shumë mirë, çish pas ka hek, çish pas ka sprovu, jo. Po çish me morr na këtë pjesë të jetës tina dhe me vendos pjesë të jetës tonë. Ç'kjo qëllimi të ndërum xhamat? Po me morr nga irneki i tij dhe me bë irnak për vetët tona. Lutim Zotin e Madh që Allahu të na mundson të ndjekim gjurmët e pejgamberëve dhe në krye të tyre pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu subhanahu wa taala në vazhdim: wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Thot Allahu subhanahu wa taala, kujtojo Muhammed kur po i ngritte Ibrahimi shtyllat e shtëpisë, shtyllat e Qabës, dhe bashkë me të edhe Ismaili, dhe bashkë me të djalit i Ismaili, dhe po thonin: o Zoti jon, derisa po e ndërtonin edhe pas ndërtimit, Zoti jon, pranoje prej neve, bane kabul për neve, vërtet ti je ai i cili dëgjon dhe ai i cili ki dije dhe e din gjithçka se çfarë po ndodh. Të ndërum xhamat, na e përmendëm se Ibn Abbas radhiyallahu anhu ka treguar rrëfimin se si ka rrjedh prej fillim të marrjes së Ibrahimit alayhis salam gruën e vet Haxherin e dërgon në Qabe. Aty s'ka qenë Qabja, pastaj i ka thënë Allahu subhanahu wa taala ta ndërtojmë Qabën, ta ndërtojmë
Kabe. Atje kujti kujtohet të rrëfimi ki përmen detal për detali, fjalë për fjalë transmetimin e Ibn Abbasit, kur vjen Ibrahimi alayhis salam në vendin ku ka qenë Hajeri me Ismailin alayhis salam, Ismaili martohet, dy gra i merr, njërin e shlon, tjetrën e mban, për shkak se baba i vet i ka thënë se e para nuk është për ty, e dyta është për ty. Pastaj çfarë i thot minjer sa vjen? Gjën e plashka i thot Allah më ka pru edhe një urdhër. Allah më ka pru edhe një urdhër. Dhe vini rejtë të ndërum xhamat. Gjithmonë Ibrahimi alayhis salam para se me i kallëzu çka, njëri thot Allah më ka urdhënuar. Allahu më ka urdhënuar. A kimi më ndihmuar? Apo pastaj i kallëzon çka? Pastaj ka thon, mas i ka thon Ismaili, po, ka më ndihmu, gjithsesi ka më ndihmu. A nuk jam unë ai i cili kur jam qenë i vogël, 7 vjet, të ka urdhënuar Allah me mpre. Po Allah më ka pështue, a unë u dërzova për me mpre dhe e pam rrëfimin. Pse Ibrahimi a.s. gjithmonë ja ka dhënë çtu një urdhër e kam. Pastaj ka dhënë çka? Për çfarë arsye të ndërum xhamat? Që ta edukoje dhe ta kalite që urdhat e Allahut para se me i kuptue cilat janë, dërzohet. Se kjo e ban mas shish me dërzimin. Për shembull të ndërum xhamat, ti nana jote ose baba jote thojnë, du me ma kri një punë. Te ato që shumë ma e amël dhe ma që ja knat shpirtin ma shumë. Nëse ti i thue, nuk më intereson, pra në kuptimin, qka do kofta jo punën e kry? Ti nuk e le me mbaru fjali dhu, qfar do kofta jo punë? Qfar do kofta, që janë takat të njërzo, unë e krije. A ke x, y, qfar do kofta jo, unë e krije. Shikoj Ibrahimi a.s. donë të këtë edukat me mbjell të e vladive. Qka i thënë të, o Ismail, Zoti ma ka thonë një urdhër, am një mon me bo? Ka mujtë mi ka të dretë për dretë. O Ismail, Zoti më ka urdhënu me ndrejt qabën që tu. Pra, ma konkreto qështu. Mirë po, jo, që ka bo? Ka thonë Zoti ma ka thonë një urdhër. Pra, ti mësoju me ju bindë Zotit edhe kur nuk e din se cila ka me arë prej urdhave. Për shembull, nëse urdhë jo, mi dhanë 10 dinar, ose 100, ose 1.000, ose 10.000, ose 1 milion. Para se me të kalëzu shifrën, ti banu gati. Zotim ka urdhnu me dhanë, ta shifra sa të dolin e dale. Zotim ka urdhnu mu e, qëfar? Për këta si e shikatë të ndërum xhamat, Muhamedi sallallahu aleyhi sallam, ku ka shku në Isra dhe Mi'raj, dhe a ka bo Allahu 50 vak namaz farz. 50 vak namaz farz. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, i biri Ibrahimit, i biri Ismailit, në kuptimin e gjenezës, jo minjëherë bas, e diskutoj, jo 50 i mur, po zri poshtë. Kur po zri poshtë ndërum xhamat, kush reagoj? A Muhamedi alayhi salam, a Musa alayhi salam? Musa. Por çfarë arsye reagoi Musa? Muhamedi sa më murt gatshme, 50. Pse e murt gatshme të ndërum xhamat? Sepse ky është prej atyre të cilët, vini re, është prej gjenezës Ismailit. Gjeneza Ismailit të ndërum xhamat nuk o mësu me thanë, a valla 50, shumë janë 50. A s'ban me zri paka? S'ban me zri paka? Kush a mësu me diskutu të ndërum xhamat? Kush a mësu me diskutu? Bite Israilit a mësu me diskutu. Idh qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Ajo kujtohet kur Musa alayhis salatu wasallam i tha popullit të vet, Zoti pi urdhon me e preni lop. Qalu mahi. Çfarë lope? Sa kile, sa vjet, e vjetër, e re, çfarë ngjire? A lëvron arën ose lëvron arën? Etjer. Çka thot Allahu subhanahu wa taala? Wa ma kadu yaf'alu. Por pak mendje se e banën. Apo kjo te Ismaili nuk ndodh ndërum xhamat. Dhe vini re, te Ismaili nuk ndodh dhe te biti Ismailit nuk ndodh, dhe i funit i tyre më i miri i tyre Muhamedi alayhis salatu wassalam. Mir po tu zri poshtë e takoi Musa'in. Musa alayhis salam çka i tha? Tha sa farz ti bani Allahi? Tha 50. Tha shumë janë. Nga mu tha, shumë janë, lutë Allahin ta zbrite. Shko, tamam, po e marr këshillën tane, e mor këshillën e vllaut vet Musës dhe 45, 40 deri në 5. Shiko, Musa kur ka zrit me 5, i ka thonë, shko thuj ala ma poshtë. Suni bajnë populli jot. Suni bajnë, unë i kam aleshtul qaum, unë kam provu me ujdis njerëzit. Çka i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ja më marrë bën vetëm.
Për nërpes ku me shku mo? Ku me shku mo nërpes ku namaz? Atër Allah e ka thirë, o Muhammed alayhi salatu wassalam, te ti jam 5, u krimo nuk lëvit kjo. Te unë jam 50. Fjallat e unë nuk ndryshon. Unë pak 50 i kam bo. Për këtë arsye kanë thirë dietarët nga kjo se kush i lep 5 kohë i kalon 50 kohë namaz. Mirë po neve çka na intereson këtu të ndërum xhamat? Gatishmëria e Ismailit alayhi salatu wassalam e marrën nga edukimi i babës vet Ibrahimit, që mos ta diskuton urdhrin, as mos ta hulumton çfarë urdhja. Apo mos ta hulumton urdhrin çfarë është. Por çfarë? Ne të mësohemi nga kjo të ndërum xhamat, që urdhat e Zotit mos i vënojnë në diskutim. Për shembull na më thon, "Mo kanë që më thot 100 dinar më dhon?" Ja, apo çitash, apo thon. Sa Allahu subhanahu wa taala të ndërum xhamat nuk i diskutohet urdhri. Nuk i diskutohet urdhri, se është Zot. Ai më mirë se ti e di. Të ndërum xhamat, çka këtë aparatin çka e përdor na për me menue. Ti me çka menon? Ti menon me aparat. So ki meni ani fare aparati apo nuk e dim çish duket, po është një farë sistemi mendor, një farë orbite ku rregullon syretë, rregullon mendime, jo çështu nuk ka, jo ashtu kalkulon apo. Çiket makinën e kalkulimit kush e ka kriju? Rabbul Alamin. Çish mundesh ti me makinën e atina, mi thon aty valla, pa gabim e kia. A mundet për shembull të ndërum xhamat? Ky ai që e ka ndrejt iPhone-in, kompjuterin, makinën. A mundet makina mi kallëzue ati që e ka ndrejt se nuk ban që është? Ja pa haj i kallëzë. Ti jep komanda këtina, ti jep udhëzime këti, ka du të me shkue trajektoria, që du të me hecki. Por këta syje të ndërum xhamat, mendja jonë, arsyeja jonë, racio jonë, s'ka kapacitet me ja diskutu urdhat Allahut. Por këta syje Ibrahimi çka i thonte, dhe gjithmonë i vente këtu, çka i thonte? Tha, një urdhër e kam. Ma bon një kallëzë çka është urdhri, që ta kuptojnë atë ndërum xhamat se zbatimi i urdhrave ndaj Zotit xhelle xhelalu duhet me qenë i pa rezervë te na, i pa rezervë. Çka ka thonë ashtu? Apo, për çema më mi thon Allah, që na e bie që ashtu dimni ta xhërimin peçojnë apo, ma ka vera, jo ba ka vera, ka dimra, ka vesh, nuk na intereson. Varet me han çish vjen apo, sillet ai 30 vjet, sillet. Neve nuk na intereson anazë dimria a vera, a zem bor namazi, a zem ver. Apo të vjen ftoft, apo të vjen nxehtë. Jo, sheriati ka lehtësime, kur nuk dëmton. Ski ujë, të jemum, jam i smut, të jemum. Mbandam uji, muj mu dëmtue, merr të jemum. Jam i smut së na xhuroj, largoju kur të shnoshesh. Ama këto arsye se janë konkrete, i vet mekanizmi sheriatik i drejton. Ti mos ja kushzo. Çfarë do të thon? Piti e mos dvene, valla unë s'tasën e kisha bë. Jo. Andaj Allahu subhanahu wa taala i mësoi shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur të vinë urdhra të rënd, mos me thon a thumujna me bë, a thujna apo çka i tha Allahu subhanahu wa taala, po thuni kështu, sami'na wa ata'na. Dëgjuam dhe respektuam. Kur ti e thu dëgjuam dhe respektuam, apo pasane ai vetë leton. Allahu çfarë do më nipi ti? Shikoj Ismaili çka i tha, o baba jam. Po çish nuk e bajnë, u fal far urdhri, se ma i ran se çaj shka kep kur i pata 7 vjet tipin tart, apo ma i ran se me mpre, nuk ma merr mendja që vjen. Për këtë arsye të ndërruan, të edukohemi. Kjo qëllimi i rrëfimit të Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Ibrahimi është alayhi salatu wassalam simbol i zbatimit të farzëve të Zotit, pavarësisht çfarë janë ato. Që kjo muslimani. Dhe do ta shohim pastaj Allahu subhanahu wa taala do të na tregon mas ndërtimit çka thot, idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamt. Allahu xhelali thot Zoti i xhelal xhelalu, kur i tha Ibrahimit dorzoju, as nuk i ka thon dorzoju Allahut, as i ka thon dorzo mua, veç ka thon dorzohu, ka ditë për kana të bëma vet. U dorzova. Ç'kjo është Islami? Eslim, ç'ko eslim, muslim. A kupton? Kuptoj? Eslim, dorzoju. Çka i musliman të ndërum xhamat? Çka musliman i dorzum? Para kujt i dorzum? Para Rabbul Alamin. Çka tha Ibrahim alayhis salam? Aslamtu li Rabbil Alamin. Ju dorzova Zotit të botrave. Allahu i mbush zemrat tona me dorzim ya Rabbul Alamin. Allahu xhelal na bof trup e shpirt e mendje, të cilat kit bashk në orbitën e vet i nënshtrohen Zotit ton Rabbul Alaminit, Allahu subhanahu wa taala. Kjo është ndërum xhamat prej edukimit që e ka bër Ibrahim alayhis salam me vladin e vet, do shoj pastaj edukime tjera. Pastaj çka thot Ibn Abbasi, pastaj i tha
Çiçeto ku jeti, çeçeto. Ka transmetime ndryshme me hije, i ka kallzu me kufi, ka thënë çto Allah më ka urdhëruar me ndërtue një shtëpi. Të ndërum xhamat. Komentet e historianëve, dietarëve, mufesirave janë të ndryshme. Sa vjet i ka pas Ibrahimi kur e ka ndërtu Qabën? Nër 100 nuk zbret transmetimi. Benesa 100, 110, 120, 130. No, 100 sigurt i ka. Ai ka pas tash 105, ai ka pas 110, ai ka pas 120, 30, nuk e dim. Po 100 i ka pas sigurt, se 60 vjet ka nejt në Irak. Pastaj ka emigru në Palestinë dhe është zhvilluar ngjarja. Domthoni ka 100 e përpjet. 100 e përpjet. Me matematikat tona, një 100 vjeçar ku do të më konë? Në benzi, të nejtë, veç me hangër. Apo? Edhe rri, edhe këshire si tellin. Kur gjatë tjetër? Apo? Që kjo është një penzion 100 vjetë të na. Shiko 100 vjeçarit të Ibrahimi a.s. Qënë janë 100 vjeçarit të... Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawaid. Ka dalë Ibrahim, ti putat i theve, po ndërtoje tash tanën. A i theve putat, atje kusha të fol? Gjëtësi, kusha të fol atje në dersin atë majtin atë këzbu ajete. Shikoj Ibrahimi a.s. të ndërum gjëmat. Wa idh yarfa'u Ibrahimu. Ibrahimi po ingrit të shtyllat e shtëpis. Qka i bje kjo të ndërum gjëmat? A i ki 100 vjet, a 200 vjet, a 300 vjet. A mund është me morë kartelën e pensionit? Unë e gjenet li ju gradi mu. Jo. E kam mbyll këtë derë Ibrahimi a.s. Për këta si të ndërum gjëmat. Tash mës ta këtë kuptojnë këtë që ka janë pensionera. Inshallah e hajë penzion me shnus. Ajo është shkaku i sistemit që ja u merë një pjesë pasurisë, pastaj ja urun një pjesë me vjetë për vetë, pastaj një pjesë me odhanë. Sa ato zakonisht mas 63-4 ata më nuk e gëzojnë këtë pasurien. Apo? Çashtu shpresojnë. Mirë po të ndërum gjëmat, sistemin islam s'ka penzi. S'ka penzi, mos e këtë kuptojnë plesht. Haxhi. Penzia jote pare e martë bizar, o shemo te ki rogën 400 euro. A i ti marë 100 euro, ti jap 300 euro. 100 euro të ti rujone se ti s'dimi rujt. Ti s'dimi rujt, a dune ti ruj. Apo, e quin këta staj. Apo, se ti dhe me këti i hup ti, e ti s'dimi morë parët e tua, e na ti rujnë. Apo, se ti i ki ti vjetë, a 64 vjetë del benzin. 64 vjetë del benzin, 100 euro të ti rujnë për staj. A dhe kini patët, a ki staj? E në akhirat? A ki staj në akhirat? Allah në bof staj me pas në akhirat, ja Rabbel Alamin. Këtu staj e ki pas, sa njerit do dalë benzin, thot, leje benzin, qka? Ideja ku të ndërum gjëmat. Ideja se ky sistem ti merë parët me zor. Ti merë parët me zor, pasaj ti kthe kapak. Apo, se tash ti e i paft. Edhe ti kthe, këtu i ki halal. Por me kanë që zbatohet sistemi islam, s'ka benzin. Nuk ka benzin. Amur njënë me thanë, a di qka? Unë i kumbo 64 vjetë, qatë di qka e merë pensionimin, edhe unë s'fal në mo. A ka qështu? Jes ka. E ki mu falë deri në fund. Ki mu falë deri sa gargarat, boje shpirti, të lëvizën fitën e funit. Që kjo është mësimi Ibrahimit alayhi salatu wassalam. 100 vjet, apo 110, apo 120, varësisht mbi transmetimeve. Çka po bën të ndërtojnë xhamat? Të ndërtojnë çapën e Allahut subhanahu wa taala. Shtëpinë më të madhe që ka pa njerëzimi ndonjëherë. 100.000 namaze shumëfishohet një namaz. 100.000 të ndërtojnë xhamat. Që i vije çfarë të ndërtojnë xhamat? Pas ko namaz në Kabe 500.000. 2 dit, 1 milion. 2 dit, 1 milion. Kur i falë të 2 dit namazë këtu, ta tjetë. Sa të shmu falë? Bane e sapë mi falë kitë namazët në gjami. 10 dit, 10 dit ka 5 namazë. Një namaz 27 në gjami. Të shpia një. Me u falë të shpia, ti du të me pasë me miliona vetë për me mrije, një njëri që ka falë të qabe. A ki qarë? Një pa miliona vetë. Po merem mu falë në gjami. Apo? Gjdo namaz ka 2 dit të për shemull i kje. 5 dit ka 27. 10 namaze ka 27, 270. Hajde njësë janë jef. Ka 2. Kur e mërin, kur së në mërin? Po këta si të ndërum gjëmat. Së në shpije ka ndreq. Shpijen matë madhe në fëtir tokës. Edhe pse modelin e ka kalopin e vogël. Kalopin e vogël e ka po. Ibrahim a.s. A di se e ka qu gurin sa ka pas, edhe pse ka ndin gjatë në të lakt, edhe sepse ka ndin pak ma gjatë. Sa ka pas kra, pas të ka morë dhe një shkam, ka ip në të në kam, edhe ka ngrit pak ma nalt. Do më dhanë edhe një herë sa dora vetë ma nalt. Qaq.
Mirë po ajo shtëpi të ndërruar xhamat, ajo shtëpi është kibla jo, na ka e falë me qinie. Andaj, Allah më e men, sa herë që bje sejdë, kudo që t'jesh, sa herë që bje sejdë, kujtoje se kit pejgamber që ne ka rënë sejdë, që këtë drejtim. Dhe kjo e pan të ndërruar xhamati namazin më të mirë, e pan namazin më të kanë ti në vit pejgamberëve, vit Ibrahimit alayhis salatu wassalam, në vit Muhammed Mustafas alayhis salatu wassalam. Andaj të ndërruar xhamat, të marrim nga ky akt shumë vjeçar Ibrahimit alayhis salatu wassalam, mos pensionomi. Shumë për njëzve e kryon një farë stazhi me mendën e vetë. Ta që kam punune, po qabe s'ki ndrejshme vëllati. Po t'i shkatë të që kishe punu, qabe s'ki bo. Ki qabën e ka bo. Edhe në fund që ka thot, Rabbena të kabbel minna, o Allah bane kabul. Na e kini pa na kabulin që e bojna. Kush? Në vetë e kabul. Dhe ki pa disa një thot, sa për ta Allah unë e kam kri, po s'pedi njërës për s'pëmojnë kabul muë. Aj për gjenetli. Hajde ti hekja pitrunit që janë gjenetli. Hajde hekja. Oj në rumë, njështë vetë shpallë, thot, unë e o gjë gjenetli. Qish be gjenetli, subhanallah iladhi. Po ki besën e ka shpallë vetë gjenetli. Kisën e ka shpallë vetë në gjenetli. A e dini Allahu subhanahu wa ta'ala pejgamberit alayhi salatu wassalam një pjesë të jetës së tij nuk e ka zbrit a jetët se ka me kon gjenetli aj. Dhe i ka thënë thuaj la adri ma yuf'alu bi wala bikum. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala thuaj o Muhammed, unë nuk e di që ka ndodhë me mu, as që ka ndodhë me juve. Apo, ama njani për neve, tha, as për nga bërë nuk ka, as për adhe si zbrit, as për Gjibraili nuk fol, thot, unë e di që ka ndodhë me muë. Pi ka e di be Allah, bilet ka njerë dhe derën e ti, thot, unë pëtësaj derë o që, pi te e dhe e di ka cëlla. Ka e di Allah, vini re, me shpresu dhe me e pre, a di sa dalim ko? Në të folë për atë që ka e pre. Njani thot, po, se kena një, bo që të kanë, cilë e cilë, kërja cilë. Kërja mënirën se si lëviz, kërja mënirën se si fol, këtë pranume i ko, këtë kabul i ko, kur gjonë sa është gabim taj. Këtë qka i be? Pengamber me më kanë, be qabën e kanë drejsh, be ki, prap ka thonë Ibrahim e se, o, zot, banë me kabul, banë me kabul, se nuk i dijet. Dhe vazhdojnë pasaj, Rabbena vë gjallna muslimejn i lek, o, zot, bena urdha tjera. Të vazhdojmë t'jemi muslimanëve. Ta është njani, para me ndoj njani për neve të ndërun gjemat, 96 milion më në 20 ditëve në qabe kanë shkue, para me në unë njani për neve më paskon veç një guri me pas në qabe. Qysh i kish me këshirë televizorin? Allah, o e gruje, unë e kam drejtske 96 milion, unë e kam bo këta, që falë në ju, se këto jetë të falë për muë. Të ndërun gjemat, kitë milionat që ka falë në qabe, kush i mërë se vapët? Hajo e jerfa Ibrahim al-Qawaj, që kjo i mërë se vapët? Po na, që kina ndërtu të ndërun gjemat, që më ju gëzu në ndërtimit? Që ki ndërtu, kur gjanë s'kena ndërtue, a gëzimin e kena për të imaginatës tonë. Nuk mund qikla se zën ku e qojnë ana lëvdratën tonë. Për këtë asyje, të marim nga Ibrahim a.s. Nuk ka pensionim, nuk ka ndërprerje. S'ka me tha nuk e krita valla. A i të morë frim, s'ka e krite. Nuk ka e krite, deri t'ja japim shpirtin Rabbul Aleminit me iman. Allah në mundësof t'ja Rabbul Alemin. Për këtë asyje, wa i jerfa Ibrahim al-Qawa'ide min al-Bejti, kur ingrit të Ibrahim a.s. shtylla të shtëpis, të i pas 100 vjet. Ti pas 100 vjet. Po ti e gjeni gjallë 3. E gjeni gjallë 3. Shumë gatë o gjo. Taravia gatë, ajo gatë. Apo, ka merak e ki po dashni për islamin të madhe. O gjo, inshallah Allah je ban shëriat. Apo, edhe thot, be më makjatën qëtër. Po nuk shko, qishi të menu me ndërumbe. Po ti dhët dinarve si ja për këtë fej. Apo, po ti veç pacetin e cigarëve me dhonë ti për Allah. Apo, mëse mini veç dikush e ka diçka tjetër, dikush e ka kafën, dikush e ka Counter Strike, dikush lun loja, Roblox, kujt di une çka lun apo don. Kryesorja, ti sa investon te vetja jote dhe çefët e tua, ti si jep për Allah ato? Si jep për Allah për i Zoti xhelel xhelale. Për ditë çaçë, për ditë çka, banë sa për ditë çka pikave, për ditë me dhon çat doz për i Zoti xhelel xhelale. Dhe pastaj Allah e ka drejtën e madh. Allah e ka drejtën e madh, po neve na ka obliguar. Për këtë arsye, le të marrim nga kjo të ndërum xhamat, se na nuk mujna me nxjerr neutral. Nuk mujna me nxjerr neutral. Apo, a di kur nxjerr ti kene neutral? A ki shpejtësinë e parë ditë, neutral, çka i thonë në lart. As ta tonas këto. Kur të mrish te vendi. Apo e ke mri, do me parkutash e çel lart. Ona ku kena mri që me nxjerr lart. Ku kena mri? E kanë pyeti Muhamedit të ndëruar xhamat, një ditë për ditëve duke qenë plak 80 vjet.
Imam Ahmedi, Ahmed ibn Muhammed ibn Hanbal, njëri prej 4 imamëve të muslimanëve. Edhe një ditë bidetve të vrapue, ai i lodh menzi se i vesh kenallët, librën me veti, çkoi të mësojë ders hadith të ulemat e muslimanëve. Megjithëse ai ishte alim i ulemave, dhe disa nxënës thonë, "O hoxh, Bolmo 80 vjet i bane, lej mo këto ik, ti ki hoxha jo xhallarëve ije, dietarëve ije. Apo, ala me libër me nxitse i të majt vetveten, ala me libër se le librën." Çai tha, "O ju njerëz, me ngjyrë, edhe laps, edhe fletore, edhe libër, minel mehdi ila lahli, pin djep deri në varr. Unë veç ku të mshtin në varr çfarë më lop të bën. Apo por ja si do të më kanë çka mesazh të ndërrum xhamat për neve, pite Ibrahim alayhis salam, te Muhamedi alayhis salam, te ulemat e muslimanëve deri tek na. Pin djep deri në varr me islam. Pin djep deri ku të shlojnë varr atë mos shkava atë. Dhe se ku të laje hoxha, atë mos smunesh mi thon, apo smunesh mi thon. Na me pas mujtë çatar kish mi fol, po s'ta lajn mo. Apo mi thon, hoxha si du ditë me mlaje, çfarë me zebi paske. Na me mujtë çati i përzimi pak, pse mos mi përzi pak. Ktha jam pak më mirë, po elhamdulillah që Allah çati mo e nala, u thon. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadi. Allahu ka kudrat mbi robët e tij, ta nal gojën. Para më me pas folë çati. Apo për këtë arsye nuk ka pezullim, pauze, stop, ndalu, jo s'ka. Kur ka ndalu, kur të hinje ka më në xhenet. Çatëra mo i për më kënaq, a thot Allahu subhanahu wa taala për besimtarët në surën Yasin, çka thot? Fi shughulin fakihun. Ata janë të angazhuar të u kënaq. Ata janë të angazhuar të u kënaq. Atë janë vënë kënaqësisë. Këtu o vendi i angazhimit të ndërum xhamat. O vendi i angazhimit dhe fundi i Ramazanit, nuk duhet me kanë për neve tash na, o xho vetë vjen Bajrami dhe mo. Çka të vjen Bajrami vëllai? Ne kena mbush bateriat, a di çka ndon në Ramazan? Thjesht. Sikur kur e mbush telefonin. E ke mbush telefonin. Tash veç e heka. Duhet me majt pa tel dhe Ramazanit tjetër. A mo të kytë mu përdor. Kytë mu përdor. Biletash të mu përdor dhe më tepër. Se? Tash e ke hek prej rrimës. Ka rrigusin ja ke hek, adapterin ja ke hek. Edhe me vazhdu deri Ramazanit tjetër. Kështu bateri pas bateri, mbushje pas mbushje, deri sa Allah subhanahu thot lej këto mbushje këtë kjo hijxhelet. Lej këto mbushje këto. Tash hijxhelet. Që kjo është ndërum xhamat rrëfimi Ibrahimit alayhis salam. Punë dhe vepër, dhe adhurim dhe islam, dhe dorëzim, dhe veprimtari, aktiviteti pandalshëm deri të shkelen kama në xhenetin Allahu subhanahu wa taala. Tjetër të ndërum xhamat çka ka tek rrëfimi Ibrahimit alayhis salam. Thot Allahu xhelle xhelalu, Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Thot Allahu subhanahu wa taala duke ndërtuar çapën po thonin, o Zoti jon, na bën neve dy musliman. Na bën neve dy musliman. Se kanë qenë ditë të ndërtu çapën, ne ka thonë na bën neve të dy musliman. Apo pas ka thonë wa min dhurriyyatina, edhe familjarët e tonë, edhe evlatët e tonë, edhe nipat e tonë, edhe ata bëj musliman o Zot. E të ndërum xhamat, na bane sa kështu, e ka ndërtu shtëpinë e Allahit. Urdhin e Zotit e ka çuar në vend. Urdhin ma legjitim në dunja, s'ka më të madhe se që kjo. Njëri më i mirë në vendin më të mirë, vepra më të mirë. Venire, njëri më i mirë. S'ka mas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se çka njëri më i mirë, Ibrahim alayhis salam. Vendin më të mirë në tokë. Apo çfarë të ndër edhe vepra më të mirë çabja Zotit xhelle xhelalu. Edhe më von a u mjaftu me kaç? Pra, vini rretën që ta kuptoni të ndërum xhavat. Njëri bën vepra nga minimalja deri maksimumin, apo? Minimal deri maksimum. Por shembull bane që ta kuptosh me parë. Njëri fillon me dhënë se ta ka 5 dinar. Apo, sikur na, por shembull veç ato timat, çka janë ato teknik. Ato të letrës mallash, apo. Edhe fillon pasaj me rrit. I shtohet imani thot, prit, ka 100. Pastaj i shtohet imani thot, ka 1000. Mos ani nëse se zbohet për me nustan në zemër, i non ka 1000 euro. Apo, nëse vazhdon, ka dikush për shembull thot 1 milion. Ka njerëz, 1 milion ja, për xhami, për fe, ja. Dikush që janë pasur shumë thot 1 miliard, 10 miliard. Dikush thot këtë pasuria ime është për juve, sigurisht ka plot muslimanëve në xhirin arabik, e ja komplet familje, komplet çka ka punu, familja vet thot këtë për Allah. Asnjë sa nuk do na bëjë pasuria. E kështu marra. Tani vini rejtë ndërum xhamat. Ibrahim alayhis salam, cilën vepër e ka bëu? Nëse e çojmë me hierarki, në kul. Më të madhen atje.
Shka ma nalbu, qabja Allah i gjelalu, qabja e Zotit subhanahu wa ta'ala, qibla këtë muslimanëve, që kjo janë stabiliteti dunjajës. Ka thënë Ibn Abbas radiallahu anhu, kur prishet qabja, prishet dunjaja, runu ka thënë atëra. Që tëra ka thënë me kiameti. A dësa qabja ka tavaf, është se sigur dunjaja. Vini retën dhe në gjumat. Masi e ka bo vepër më të mirë. Ja, bane sa për shimë njani, i ka fitu e 100 miliard euro. Po e dramatizojmë që ta kuptësh. 100.000 i ka namaze qabja, po. Bane njeri 100 miliard i ka fitu euro. Edhe i vjen ai momenti i besimit dhe i bindjes, thot keti ja për Zot. Ketë komplet. Apo, çish i shkon ndjenja që ti njerit në normal? Është tash mo, ha? A bën me pak të shtrikom? Ha, a bën pak të shtrikom? Uthmani radhiyallahu anhu, shoku i pejgamberit alayhis salam, në luftën e Tebukit i ka pru 960 deve, edhe 40 kuajt i bojën 1000. Edhe ja ka çu pejgamberit alayhis salam 1000 dinar. 1.000 lira të altanit. Ja kalon prejnë pejgamberit alayhis salam. Çka i ka thonë Uthmanit pejgamberit alayhis salam? Ma dharra Uthman, s'ka më zarar Uthmani. Uthmani radhiyallahu anhu s'ka më si bandam kur gjama këtina. Gjithë këtë pasuri e ka thonë për Allahu subhanahu wa taala. A tha Uthmani, a ban t'i shri kom t'ja Rasulullah? Unë e sosa, apo? Dekretin me veti, edhe ju gjenem li, unë e gjenet li. Jo. Qka mani? Vazhdoj Uthmani, vazhdoj veprimtari dhe veprimtari dhe veprimtari. Dhe i njëti pengamberi cili tha, nuk të bandë zarar tije, qka ki me bon mas kësajna. I njëti pengamberi tha Muhammed a.s. Uthmani, qka tha? O Uthman, Allah i ka me ta vesh një këmish, do njerëz i ka munu me ta hek, mos e hek. Cila këmisha? Kanë thënë dietarët, Allah i ta jep khilafetin, vindo, dojnë me ta hek, ti mos e hek. Qoftë nëse edhe nëse të misin. Pse? Atë çka ta jep Allahi s'mundet Abdullahi me ta marr. Atë çka ta jep Allahi, Abdullahi mundet vesh me këshir. Jo, nuk mundet me hek. I njëjti, pse? Se e din se nga fjala e pejgamberit alayhis salam, Uthmanit nuk i ban zarar, ai e di se kit do të jam, se kupton këta pauzë. As penzion, jo. Ti ki me vazhdu, Uthman, vazhdo. Ti vazhdo në deri në fund jetës. Po këta si të ndërum gjëmat. Ibrahim a.s. e bani kulmin. Kulmin e veprës. Që i bie natyrshëm, qatë dosh me bo. O Zot, a usos. U kry mo. E bana qabën, mas qabën, s'kam shka baj mo. Jo. Ibrahim a.s. qka tha, o Allah, e inde du pun. Ala po du me punune. Pi dashnijës, pi mallit, pi malëngjimit për tyje, pi adhurimit që e kam ndajteje. Rabbena vë gjallna muslimen i lek. O Sot, ala po du me punune, ala po du me mu bo musliman. O Ibrahim, po nëse ti po lip mu bo musliman, na, shka me bo Allah? A, kupton? Nëse ki ka thonë o Zot banë musliman, ndërtu si qabës, po ndërtu si gjunahave, shka të me thonë Allah? Ai cili me gur të vete ka ndrejt qabën, shka të me thonë ai i cili me dur të vete ban gjunahën? Ky po lip mu bo musliman, na që i ban gjunahën, shka me bo të ndërum gjemat? A e kuptojnë larësien? Në distancë madhe të ndërum gjemat. Dhe njëni për neve jam mërmenja se kam burin gjallë me Ibrahim a.s. Në shprej sa kena, po veprat, gjunahat. Për këta syje, me gjithë se e bëni kulmin e veprës, tha o Zot, ma vazhdo? A ma vazhdon? Jo veç kaq, na bën mu edhe djalin të musliman, vazhdoja u veprimtarin e mirë të islamit edhe bive të mi, bani dhe ta musliman. Pasaj qka tha, wa erina menasikena. Tha o Allah, kalzona tash qish me boj badet. Kalzona tash qish me boj badet. Qish ta bojmë tavafin, qish ta bojmë Safa, Marwa, Sa'in, qish të shkojmë Mina, qish shkojmë Muzdelife, qish shkojmë në Arafat. Ka arë Gjibraili alayhi salatu wassalam, ja ka të reguar të gjitha veprimtarit e haqit që i bën një haji kur i bën në haq. Këtë kjo është erina menasikena. O Allah, na i të rego që të bojna. E ka të regu vendet e adhurim. Vase ka thanë vëtub alejna, dhe na mundëso mu penduë. Vini rejtë të ndërum gjëma. Pengambert, kur pendohen, a pendohen për gjunahit, api mos arritjes së nivelit adhurimit në vendin e duhur. Pi dytës. S'pendohen për gjunahit, s'bën gjunah. A të ndërdu qabën, qërë gjunah i ka këtu. Mirë po, aj pendohet për qkaj. O Zot, nashta u dosh ma mirë, nashta ala ma mirë ka mujt, ose ndo një gabim, mundet njeri jemi, insan jemi, urdhin ti e ke zbrit sakt, po nas dina me bot sakt. Ti farzin e ke qartësu mirë,
po unë nuk di ta bëj. Tub alejna, na mundso mu pendue. Na mundso rruga gjithmonë mu pendue. Pastaj ka thon innaka antat tawwab, ka thon ti e pranon pendimin. Edhe i rahim, edhe i but, i mëshirshëm. Zoti ma te bareke ve teala. Pastaj të ndërum xhamatat e Allahu subhanahu wa taala, thot Ibrahim alayhis salatu wassalam, Rabbana wa ba'ath fihim rasula. O Zot, të ndërum xhamatat, shiko, brenga Ibrahimit, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, un jam përgjigja e babës tim, e lutjes së babës tim Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Pra pejgamberi alayhis salatu wassalam është rezultat i përgjigjes së Zotit ndaj lutjes së Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Ku është kjo lutje që çto? Lexoj ajetin 129 i surës Al-Baqara. Çfarë lutje ka bërë ndërmjet xhamat? Ka thënë kështu: Rabbana wab'ath fihim rasula. Rabbana wab'ath fihim rasula. Ka thënë o Zot, ai vetë rasul, vetë pejgamber. Ka thënë o Zot, bive shka vin pas, dërgojau një pejgamber. Pastaj çka ka thënë? Minhum, prej tyre. Minhum, prej tyre. Këtu të ndërum xhamat, historiku Kur'anit po ballafaqohet me kanë në Medinë. Kur ka zbrit çto ajete, ku ka pejgamberi alayhis salam? Medinë. Kanë ka kushi jehudit. Çto jehudi ku thirrën te Jakubi. Jakubi kush o? Israili djali Ishaqit, Ishaqi djali Ibrahimit. Dhe janë mundue jehudit e kohës pejgamberit alayhis salam mi fshi gjurmët e Ismailit. Se nëse arrin mi fshi gjurmët e Ismailit, i fshin gjurmët e Muhamedit alayhis salam. Andaj çfarë kanë thënë? Kanë thënë neve pejgambert i njohim veç bi Ishaqit dhe Jakubit. Çto janë pejgamber? Kënez dim diçka. Andaj Allahu ka zbrit ajete se çabën a e dini? Çabën. A e pranon Ibrahimin po? Po Ibrahimi e ka ndresh, me kanë ka ndresh me Ismailin. Andaj kur ka bëu dua, Ibrahim alayhis salam çfarë ka thënë? O Zot, dërgoju të dërguar bijve të mi pas meje minhum. Pi mesit tëne, pi gjakit tëne, pi gjenezës tëne. Pastaj çfarë ka thënë? Yetlu alejhim, u alezon atyre ajetet tua. Këto këtë kanë kuptu jahudi që ka muhabetit të ndërëm gjëva. Pse ato e din me bindje se qabën e ka ndreq Ibrahimi me Ismailin. Ismail e kena aq, e din ata. Gjaj, agja i tëne, Apo, andaj Allahu subhanahu wa ta'ala ju ban këtu edhe kundër përgjigje jahudive. A e ka ndreq Ibrahimi qabën po? Po Ibrahimi e ka pasën një gjallë Ismail. Se ju po doni me hub këtë. Po e ka pasën një gjallë Ismail. Po piqat e Ismailit e kena bo Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nëse ju e pranoni Jakubin, i cili është djali i Ishaqit, Ishaqi janë vllavi i Ismailit, s'ka mundësi me mohu Ismailin. Janë mundu me i fshi gjurmët. E Allahu gjvaj ka bo gjurmët e Ismailit më të mëdha se Ishaqit edhe kujna Jakubit. Jakubi e ka ndreq Mesjidul Aqsa. Allah e shirov nga dore zullumqarëve. Ama cila më e madhe të ndërum xhamat? Cila më e madhe? Ka thonë pejgamberi alayhis salam, namazin në Mesjidul Haram në Kabe është 100.000, namazin në xhamin time është 1.000 Medinë, dhe namazin në Mesjidul Aqsa 500. Namazi është 500. Kështu që pavarësisht vlera e asaj që ka ndreq Ibrahimi me Ismail alayhis salam është e pakrahasueshme me këtë tjera që kanë ardhur. Për këtë arsye thot Allahu subhanahu wa taala, o Zot, dërgojani të dërguar nga mesi i tyre, i cili u lexon ajetet atyre. Vinë rejtë ndërëm gjëmatë, edhe pse jo do mëzdëshmërisht dhe më është argument. Këta të cilët për i mufesirave dhe djetarët që merën me numerimin apo me argumentimin numerik të Kur'anit, do të gjejmë se ajeti i cili në të cilin Allahu subhanahu wa taala ka lënë në surën Al-Baqara duajin e Ibrahimit është ajeti 129. Është ajeti 129. Kush e përcjell me Musa. Do ta shohim më një herë mas 23 ajeteve. Ajeti 151. Ajeti 23 pite 129 është kema arsalna fikum rasulan minkum, sikur që kemi dërguar një të dërguar prej mesit juaj, i cili u lexon juve ajetin. Disa dietar se të mirën me aspektin numerik, argumentim numerik, edhe pse argumentimi numerik është shumë interesant, por nuk është argument. Mirë po është sa për kurreshtje. Mas 23 ajeteve Allah thot u a dërguam të dërguarin Muhammedin alayhis salam.
Që i bie çfarë të ndërum xhamat? Se veprimtaria Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sa vjet u ka? 23 vjet ka jetu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si përgjigje e duajës Ibrahimit alaihi salatu wassalam. Dhe të ndërum xhamat, nëse vërenin në Kur'an, kush lexon me vëmendje, i gjithë Kur'ani, kur e tregon ngjarjen, edhe pse e ka thënë pin fillim njerëzimit, gjithmonë i thot pejgamberit alayhi salatu wasalam, wa idh qala rabbuka lil malaika. Kur i tha Zoti jot, sikur Muhamedi alayhi salatu wasalam është në mendjen dhe praninë e çdo pejgamberi kur ka ardhur. Muhamedi alayhi salatu wasalam të ndërmjet, sokoni gjallë kur ka ardhur Ademi, as Nuhi, as Idrisi, as një pejgamber, as Ibrahim alayhi salatu wasalam. Por Allahu kur e ka thënë gjallën Kur'an si ka thot, wa idh qala rabbuka, kur Zoti jot i tha, madje me laçeve, sepse a Zoti madh te bareke ve teala të ndërum xhamat e ka bërë kusht të imanit dhe pejgamberllok, ku çdo pejgamberi i besu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i besu Muhamedit alaihi salatu wasalam. Thot Allahu xhela xhelalu, o Zoti madh, dërgoja unë të dërguar bive të mi pas meje. Çfarë detyre kam e pas? Yetlu alehim ayatik, u alezon atyre ajetet e tua. Dhe leximi i ajeteve të ndërum xhamat, tilawa, është leximi i shkronjave. Tilawa. Pastaj ka thënë wa yuallimuhum. Dietar kanë thënë, a ka dallim mes tilavetit edhe ta'limit? Po. Leximi i Kur'anit të ndërum xhamat i ka disa qëllime. Njëra prej tyre është leximi i shkronjave, e cila është përsosmëria e shkronjave, nxjerrja e shkronjave me kharij al-huruf, tajwidi apo me nxit ngjade këtë ajetet e kështu me radhë. Kjo është synim sheriatik, por është i vartë për ta'limin, që është ta'lim me mësue. Dhe kjo është ndallimi të ndërum xhamat mes hafizllarëve dhe hoxhallarëve. Imam Shafi'i rahimahullahu teala ka qenë çfarë? Mes hafizllarëve dhe hoxhallarëve. Dhe një ditëve duke qenë në Bagdad, në Irak, Bagdad, se pi Irakit ka qenë Ibrahim alayhis salam. Edhe fillojnë e grindën hafizllarët me hoxhallarët. A hafizllarët janë më me vlerë, a hoxhallarët? Edhe kjo është sot apo hafizllarët thonë, s'po na vlerëson kërkosh, na bedina hifzin, ai kështu më radh, ankon. E thot hoxhallar për shembull, hoxhallar zakonisht kush mirët me hoxhallok, zakonisht e ka hifzin ma dop. Për çfarë arsye? Për shkak për kushtimin që dërkon. Sa ai mund të bëjë hifzin. Për kushtimin e ka, dhe dërkon dhe Allahu xhallahu ka bë për një njeri dy zemra. Dhe ti shef shumë prej hafizllarëve e lexon Kur'anin. Elhamdulillah, mirë po s'u ta shpjegon, s'u analizon, s'u nxjerr hikmete, pse? Se ai mirët vetëm me nxjerrjen e harfit. Dhe Imam Shafiu i ka pa në Bagdad tu përla. A këto. Imam Shafiu ka një urt. A dhe ka thonë Imam Ahmedi, që ki njëri në ka pështu pasha Zotin. Në ka pështu me urësin e vetë. Njëri me urësi i pështon njërësit. Jo me dhunë dhe me arrogancë. Me arrogancë vë shkrentan e thënë. Që ka bëhe? Imam Shafiu ka thonë ka dale. Edhe ju në duni. Ka thonë shembulli jonë, se ki ka qenë pjo gjallarë. Ka thonë shembulli jonë, me shembulli juve avëzlarëve. Qysho? Ka thonë shembulli doktorit me barnatorën. Barnatore i ka kitë barnat. Kitë qka dush ti me konsumu i kije barnatore. Apo, ka thonë smujna pa juve. Havëzje ka barnatorën. Havëzje të cuja e duhe. Që Apo, mirë po, kur e maron i lachin, a i shka e maron i lachin? Kush është a i shka e maron i lachin? A i në barnator, a i në doktor? Ti kur shkon kur i smut, ku shkon një herë? Shkon një doktor. Doktorit kontrollon, ta ban diagnozën, ta jep recetën. E shkruan recetën, e vulos recetën. E merr recetën, kush është barnatori, çka sa thaj? Thot na i kena kitabe po bëjmë recetën. Pse të lip recetë? Pra, ata ka rregullu doktori tijet që këtë kombinim po. Që i ilaçin. Çështu ka thonë Imam Shafiu rahimahullah. Ka thonë ne jemi doktorat. Ju jeni barnatoria, ama a mundet barnatoria me funksionu pa doktor? Njëri më thon për shembull, kjo është automekanik i më tha motocikllav. Që të folë vëlla. Po ja i përkerë vëlla. Po do kishë bësh punë, por jo me të kallzu ti motociklava Osman. Nuk ka nevojë me të kallzu analgina këtu. Kur gjos ka nevojë me të kallzu, apo ti shtrëngosh trafa, ti rregulloj, apo ti je për çata. Anaj kena ngatruar të ndërum xhamat, apo më thani vllave me pi. Çfarë vllave vëlla? Je normal ti çaj të folve. Por fenë Zotit më ka kallzuaj. Apo ndërum xhamat kjo fe. Ti ni habbe se pi pa doktor.
Një hap nuk e pi. Apo do me shku në xhenet pa e vetë doktorin e fejës, pa i vetë ata që ka e njofin fejën. Çka i tha Imam Shafiu? Tha o njerëz, ka dale. Neve na duhet me hafëzat. So e bërnatora. Na, që tash, që këtë të rëfim, që kena të bëhe. Mos me paskon këta që e kanë majtë hifz Kur'anin, edhe pse Allah e runë Kur'anin. Si që të Ibn Qayyim el-Jawziyja, Allahu i runë hafëzat me Kur'an, jo hafëzat Kur'anin. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Na e kena zbrit Kur'anin, dhe na e rujnë ata. Dhe na e rujnë ata. Për këta syje, shiko, Ibrahim a.s. Qëka ju tha? Ibrahim a.s. dhe në gjohë, a ka mësu të një shkollë? Universitet? Jo. Allahu shpallë e ka zbrit. U ka lut edhe për barnatorën, edhe për doktor Lëkin. Se barnatoria pa doktor Lëkin zban dobi. Apo, shkon ti te barnatoria, thot, zotni, ne, kena këtë hap. Pasën ta japna. Ne, kena këtë hap, apo. Edhe kjo shpesh për ndodhë muslimanët të ndërum gjemaat. O i ndërum, ti e ki lezu ajetin. Unë e di që e ki lezu, se ti e në kohën e chat GBT, kohën e Google's. Ne e dim që i ki gjitha jetin. Po si te dit ku e ka vendin, o insan. Ti kur shkon në barnatora i thu, a minja 3-4 kila hapa? Jo be vesh partizanat blejnë shto oti. Nuk blejnë be hapa, a minja 3-4 kila hapa. A kini pa të thot, që e besur e Kur'an, a jetë plot. O insan, ka dalë mërës, kjo hikmet ka. Cili ajetë për tije, cila sura për tije, cili hadithë për tije. Sa njeri i marë hadithët e gabume. Ato janë, po shanë për tije. Ajeti jo, po shanë për tije. Shkoni marë ajeti për shimë gjikatës. Unë du me gjikue. Kushta mërë timi lezu këta ajete? As pi lezon ato ajete për me dalë sabah, për hadithet për me dalë sabah, hadithet për musil mirë me familjen tane, hadithet për me agjëru që ishtë duhet, hadithet për me inal gibetin, surën për me... Ja, që të spishavë Allah. Shkoj merë ato për shemull, ajetet ku na duhet për shemull me regullu e qështjën e gjikatës, qështjën e hukmeve. Kushta me i beti këto Allah? Kushta ti me i këto? Pa asa Kur'an, po Kur'an për kushta ti me i. Apo, kushta ti me i, apo para me në njani për shemull, njani për neve, me hinë salë të perimit, edhe doktori ala sa vanue. E njani më thamë, bebe, më ngërsan. Që i thut, ja, ibe normal, Allah. Po që po vanuaj? Po ibe ti mirë, shkaj të po, Allah. Po në të vanuaj, ma i 200 jetën të vanuaj, të se e kur këtu. Pse e ka, i ka të vartat, i mjetët aty i ka. Ama du të me arba i zotnia, po. Du të me arba i zotnia. Po ti berberin besu një merë gërçan, berberin, për flokët me he. Që i funit ma shumë se sa pak mu du keq, s'ka ku shkon, apo. Funit që i gabon së behek, tak masinën balja qel hajt. Apo, që i lismiret vesh. Ama, a ka në barnatore me thonë, ej, një mes si ndodhi kërgjohë me të qel. Ja, s'ka këtu qel. Apo ta, s'ka se visejsh dhe në barnatore. Ja, shkon. Për këta syje të ndërum gjëma. Ibrahimi që ka tha, o Allah, që ja u barnatorën. Cila barnatoria? Kur'ani. Jetlu alejhim ajatik. Tha o Zot, letja u lexoj atyra ajetet. Pa material, udhëzimi. S'ka kush, e mirë. Erdh udhëzimi, erdh barnatoria, erdh materiali, mrini shleperi i barnave. Apo, kush qka ka me morë? Se ati ka laraman ajete, laraman dispozita, laraman udhëzime. Shiko që të ke Kur'anat të ndërum gjëma. Shiko, veç me 2 ajete, sa dobi kanë zirë djetarë. E ti e shepër shumë, pi që ti mushafit të ndërum gjëmat. Kush e libra në islam? Këtë përpjekje për me spjegu që këtë Kur'an është. Këni pa që të ato libra hinë të në shkuje. Librari islame, mekteb islam, në arabi, shkuje, në anglisht që dush. Ti e shetë delatim një numëri madhi djetarëve, librave voluminoze. Vesh një sen dush me dit. Në ti nështë së një lezon ato. Vesh një sen dije. Këtë përpjekje janë për me spjegu që këtë Kur'an. Këtë përpjekje është për me shpjegu që këtë Kur'an. Për këtë asyri të ndërëm gjëmat. Shka u lut Ibrahimi? Tha o Zot, që ja u dikan i cili ja u lezon ajetet e tua. Ajetet zbritën, në regull. Tash, qka du me ba të ndërëm gjëmat? E mirë, kush ne i kalzon? Qush me zbatue? Allah o thëtë në Kur'an, aqimus salate, falë në namazin. Qush mu falë? Para me pas zbrit vesh, falë nu. Edhe mësme në ka kalzu për nga mërë islam se du të me mërë të këbir, me një të qiyam, me kënu elhamin, me ranë në ruku, me rasejsh dhe 2 reqat të shehudin, më ngrit prap. Qa kish me i bëha të ndërëm gjëba? Kur gjanë së kish me i bëha? Andë ka thënë, wa ju allimuhum el kitab. Qatë libra Allah që ka ja u qonë atinve, qoja për nga mërën, dije mi ja umësu ata. E ilmi të ndërum gjëmat, qëfar është ilmi? është syreti i vërtet
syreti, fotografia e vërtet e asaj që ti e ke marrë si informator. A i thon alem çka shenja. Për shembull pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, çish na ka mësuar neve masi ka zbrit në ajeti falno. Çka ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Shkurt. Kjo nuk është mësimi i vet namazit. Po çfarë është? Është procedura. Çfarë ka thënë? Falno çish më shifni mu tu fal. Apo, merret i fëmijën tan edhe thuj kështu. Namazi jo kështu. Ku ti bëj 7 vjet. Ngritesh ngam, merr tekbire, edhe tash ja shpjegon deri në fund jap selam. Edhe në fund thot, kur ços mora vesh. Çka më bëni tash? Çu van kom, merr çishon tekbiri. Shikoj këtë procedurë ka hek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurani ka thon falnu. Pejgamberi sa më ka thon me shenja, Allahu akbar. Edhe këtë një, Allahu akbar. Ka ruku, gjysëm, lakimi. Edhe ka nejtë subhana rabbil azim. U ka ngrit prapë në qiyam. E kanë bakit, u ngritën në qiyam. Pastaj ka rosë ishte. Edhe që ka ba? Ka thonë që ambas që falë po. A ki pas salet mësot fëmija, vishtu, a së të në gjami, rritë qëto. Që kërë, qysh falë mina dhe ti? 2-3 ditë edhe ku ta shifë dhe mu falë. Që kjo islamë të ndërru më gjëmatë? Procedurat e mësimit i ka të shpejta. Procedurat e mësimit i ka të shpejta. Për haqë, që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam? Ka thonë, khudhu anni manasikakum. Qysh ta bajun e haqin, ban edhe ju. Të ndërru më gjëmatë, ma e komplikume se sa me bo haqë, pi veprimtarijës së islamit edhe trashëgimisë nuk ka. Prandaj duhet hoxha ti. A duhet hoxha, po. Pse duhet hoxh? Ti tash a ke shkuar në qabe? Po. Ç'a më bëu unë tash? Ç'a të bëj unë? Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë merrni ç'ka bëj unë? Edhe ju, pse? Unë kam Xhibrailin dhe më kallzon. Unë ç'ka të bëj? Ju bani dhe ma thjesht se kash nuk ka. E kam bëu pejgamberi sa të bëj tavaf 7 herë. E kam bëu të bëj Safa Marwa. E kanë batu në jetë Mina, e kanë batu në jetë Muzdelife, e kanë batu në shku në Arafat. Pastaj u këthi Muzdelife, pastaj është këthi në Gjemerat, ka bo Gurzi, e tjerë, dhe i ka bo qëfar? Këtë ceremonit e adhurimit të haqit. Për shka tha Ibrahim a.s. O zota, njani ja ullëzën ajetit, i njeti, leti mësoje. Dhe qëto dalim të ndërën gjëmat mes hafëzit edhe djetarit. Ku dalimi? Hafëz jo bërnatorja, ma e men që mës ta hopu shkur. Aja ka materialin. Djetari thot, esë kalzoj qështë ta përdorësh këta. Apo, ta blenë ti dikush telefonin, apo, thot, shumë shtrajnë ta kam blenë që e hedije. Apo, dhe ti thu tash, qëka me bone me këtë? Të ka dale, që tu qelet, që tu preke, që tu e shkun emrin. Cëllja ma i rëndësishëm? Aja ta ka blenë këtë regullë, ta ka pru materialin, apo. Ama hajde, ti për shemull do me ndrejsh një shpi. Ta be haj, ti be ciklat, ti be tullat, ti be cimenton, ti be hekrat, dhe thot, bujlëm, shkova une. Shkëm ju bëhë në këtë në veni inxinjerë thët ka dalë, nëse ki gajle. Ta që regullojla cimentoja për bazë, e për zina, e bëna cimentoj, nëna tua. E kështë të më radhë. Cëli janë majë rëndësishëm se cëli? Dytë janë rëndësishëm. Kësë mundet paket. Andaj, në islam të ndërum gjëmatë, gjithmonë gjërat veprojnë në qëfar? Në tërsi. Po e dajte. Para më përshemë me lexuar Kur'an. Wailul lil musallin. Këtë arsye dhe kjo është një kritik e vogël për ata të cilët lexojnë me kani ajet në Kur'an taravia. Apo, andaj Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala thot, Kur'anin në gjuze e ka nda vonë musliman. Sahabët se ka nda në gjuze. Pse se ka nda në gjuze? Se gjuzi që të ndërum gjëmat ka thonë, qysh me e da, ka thonë, ajde e da i na në 30 gjuze. O më shashti kur do me nda njëse në 30 pjesë, ka mundësi e pratë bashkë të dikus duhet. Apo, bashkë të dikus duhet. Edhe për shembull shpesh ardhot e ke pritet gjuzin, a kuptimi i ajetit përfundon gjuzin tjetër. Dhe kjo është gabim. Për shembull, zakonisht kur lexojmë kanë ajet, apo përveç ata që janë xhallarë din, por ata që kanë hafëza dhe se kuptojnë Kur'anin, çka bën? E ndal për shembull, wailul lil musallin, Allahu akbar. Mirë për ata që falën, Allahu akbar. Ajeti është kështu, mirë për ata që falën. Edhe përfundon ajeti. Ama ajeti që vjen e kallzon ata të cilët nuk kujdesen për namazin e vet. Tash para më njëri me kuptue ajetin, për shembull arabi. Mirë për ata që falën edhe shkon ruku. Edhe për shembull aja kazinash. Thot ku për këto? Ku për këto? Kallxom ti mua në Kur'an ku shkon ku për mirë për pianetat. S'ka Allah, ju e keni hangur. Ju shka falë e keni keq. Apo argument hoxha tha wailul lil musallin edhe ruku. Për këtë arsye të ndërum xhamat, për këtu duhet hoxha ka dalë. Nuk lejohet me radhë të ruku veç me çita jetë.
Se prish manajën. E prish manajën. Andaj për shembull në fjali kena krye fjalë edhe kallxuesi. Apo, për shembull kur e thirr ti kan, o filan. Edhe më thon, hajt. Ka dalë Allah. A thove o filan. Po kur të më thirrësh tash, vazhdoj fjalën Allah. Vazhdoj fjalën. Po jo më vesh thirra. Çish vëlla më thirrë, çka më thirrë? Para më dikush më thirr telefon për shembull, 17 herë, do ti më foli atë. Bojro me vëlla, në 3 natës për shembull. Jo është asha je mirë. Po tu flet o insan. Tu flet, po dosh të më thirr. Çështu janë do njerëz kot tek kot veprojnë të ndërmjet xhamat. A ka Kur'ani çështu? S'ka. Yetlu alehim ayatik wa yuallimuhum. Ja lezon ajetet dhe ka dalë, as ka të çish duhet. Por këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam hadith ka zënë Buhariu. Një ditë për ditë ve i pa musliman të lexoj Kur'an. Il vetë lexoj Kur'an. Secili e kishmur mushafin. Edhe njëri thonë, "Çi kjo ajet çështu e ka kuptimin?" A gjë të jove çi kjo ajet çështu e ka kuptimin. Do kuptimin që po do e kanë emrin e Nuhit. Do e kanë emrin e Nuhit. I çel do tema vallahi o Khattabi me paskatot, unë tu do me çel këtë. Çel më këtë. Po ku kiti material me vini rreth në rrugë. Me çel temën a let. Me mshela ra. Ha, me çela let. Apo, a keni pa neve për shembull kur përdorna diçka që s'dina doni mjet, doni mekanik, çka do kof makinë. E prek ti s'di. Edhe mos tani kur vjen me thot vat do prish. Ja valla çka vat so prish. Dikush e ka prek ta. Me nisa let. Apo, cila më e vështirë? Me ngjit aeroplana me zbrit. Vati pilota. Me zbrit amaran. Ja me ngjitet. A zbritet? Apo, andaj ata e shtojnë kujdesin do të lidhu mirë se shtashin aty zbrit. O, mund gjita let në hava, fluturati. A zbrit? Zbrit janë shumë e rëndësishme ndërum xhamat. Si e zbrit ajetin? Ku e zbrit ajetin? Ku e zbrit hadithin? Ne e dim që fjala pensa më hak. S'ka dyshim aty. Kujt janë gjitë këta? Shiko. Pejgamberi alayhis salam ndërum xhamat i gjeti musliman që kjo ajet kështu, që kjo ajet ashtu, që kjo ajet kështu. Dhe ato fillon mu përlau. Jo unë pe kuptoj ma mirë. Jo ty pe kuptoj ma mirë. Që ka tha pejgamberi alayhis salam? Tha ku të përlani, mos lexoni Kur'an. Ku të përlani, mos lexoni Kur'an. Se ja hupni shkëlqësi, ja hupni madhështin, ja hupni bereqetin. Çish më një, para më njëri, për shembull, pi jashtë ato këshir. Janë që të një 10 veta, do e boni tefsir një ajet. 10 veta, 10 menime për atë ajet. Edhe njëri jo musliman, edhe pikëshir. Thotë ato që ti shkajnë të bën, thotë janë të mësu Kur'anin. Edhe ai ka një për Kur'anin se Kur'ani thirr në unitet, mbashkësitë muslimanëve, mu dash musliman, mos u përla musliman, edhe isha ato copa. Jo kështu, jo kështu apo. Thotë çiki libër, si ti shkon hak. A çështu ishte më bëu? A kupton të keqen e kësaj? Çiki libër, nëse ti në unitet, nëse ti në bashkësim, edhe thirr mos mu urrejt muslimanë mes veti. Pse çeto janë të bëu kështu? Shiko, të ndërum gjëmat, pejgamberi çka tha? Por mos me menu njerëzit se fa janë të Kur'anit danu. Çka ka me menu keq për Kur'anin? A Kur'ani nuk thotë ashtu. Kur'ani thotë wa'tasimu bihablillah. Kap në përlitarin e Allahut. Kap në përlitarin e Allahut. Po këtë arsye të ndërum gjëmat, shiko. Ibrahim alayhis salam nuk tha veç ne t'ja lexoj ajetet. Dhe shumica e njerëzve sot çka ka bojnë e nalin këtu. Jetlu ali, unë e lexova thotë. Po lexova se ke kuptu. Nuk e kuptu. Ka qenë dietar ti kallxuet ders talebeve në kohën e hershme të muslimanëve. Edhe ju ka thonë, a kuptut? Ato po hoxha, atë turpi pi hoxhës po kena kuptuar. Edhe njëri prej tyre kon pak më inteligjent, edhe i tha, "Ti a kuptove?" Tha, "Po kuptova." Tha, "Ti bano mësoj." Tha, "Ti mësoj." Tha, "Pse hoxhën?" Tha, "Sepse ai çka kupton gëzohet, ti s'u gëzohet." A keni pa njëri të ndërum xhamat kur e kupton një mesele, e percepton, e reflekton, a me të keshme, a me konfirmim, me krije, apo njëri për shembull veç rri, apo dash na e kuptova ajo, e kuptova, e kuptova pa ç'ish duhet. Na duhet me kuptu ç'ish duhet, ç'ish ta Allahu. Andaj Ibrahim alayhis salam çka tha? O Zot, çoja u ajetet, çoja mësuesin, let ja lexoje librin dhe pastaj çfarë ka thënë let ja mësoje hikmetin. Çka hikmeti? Hikmeti ka thënë Ibn Qayyim al-Juzeyy, gjëja e duhur, në dozën e duhur, në vendin e duhur, te njëri duhur. Ç'kjo hikmeti? Yu'til hikmata man yasha. Ku i doje Zoti jep hikmet. E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala, që Allah të na jep hikmet dhe urtësi për ta zbatuar fen Allah subhanahu wa taala. Pastaj vazhdon Ibrahim alayhis salatu wasallam thotë, "Wa yuzakkihim." Dhe Allah ka thënë gdheni. E për të gdhendja na duhet pak më zgjat.
këtu për përfundojna, për të vazhdu pasaj me lejnë Allahut të bareke ve teala gjëratën e ardhshme. Elusim Zotin e Madh të bareke ve teala që Allahut na mëson edhe ajetin edhe kuptimin. Elusim Zotin e Madh xhelel xhelal që Allahu subhanahu wa taala na mundson që të ndjekim gjurmët e Ibrahimit alayhis salatu wassalam, të mësojmë nga Ibrahimi alayhis salatu wassalam, të mësojmë nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të zbatojmë fenë e tij. Elusim Allahu subhanahu wa taala që ku ja kemi qellu, Allahu na shpërblen, ajo ka qenë prej Allahut, kudo që kemi gabuar, ajo është prej meje edhe prej shejtanit. Elusim Allahu që Allahu na fal. Elusim Zotin e Madh që agjërimet tona, kontributet tona në këtë muaj të Ramazanit, Allahu t'i bën qabul bi neve, gabimet tona, gjunaat tona, kusuret tona, Zoti t'i mbulon me rahmetin e vet, me maghfiretin e vet. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.